Bundestagu Gjerman në leximin e dytë ka vendosur për vazhdimin e pjesëmarrjes së pjesëtarëve të KFOR-it Gjerman në Kosovë. Në njoftimin e publikuar në faqen e tij zyrtare thuhet se personeli deri në 400 ushtarë gjerman do të mbetet i pandryshuar. Mandati i KFOR-it në Kosovë është përgjithsisht i hapur, por qeveria federale megjithatë ja paraqet mandatin parlamentit çdo vit për shurtim dhe vendimarrje, përkujton Bundeswehr-i Gjerman. Për shkak të tensioneve ekzistuese, stabilizimi nga KFOR-i dhe prania e Bundeswehr në rajon është ende e nevojshme, raporton Kosova Press. Bundeswehr shihet si garantues sigurie dhe si një plotësues i strukturave të sigurisë dhe kjo është arsyeja pse Gjermania po e mbështet këtë mision brenda kornizës së NATO-s për ruajtjen ushtarake të paqes në Ballkan. Ky është parakushti për zhvillime të mëtejshme politike, sociale e ekonomike në Kosovë, thuhet në njoftim.